Maska me sot buke që zhduk 10 vjet nga fytyra, ja receta që ju duhet. Soda e bukës krijon një pH normal të lëkurës që ndihmon për ta mbajtur lëkurën e fytyrës të pastër. Përveç kësaj, cilësia e saj antiseptike dhe antiinflamatore ndihmon në parandalimin e problemeve të akneve, pikave të zezave dhe njollave në fytyrë. Ajo funksionon si një eksofilant për të hequr nga lëkura pa pastërtitë e marra nga mjedisi ose edhe për shkak të qelizave të vdekura. Për ta bërë gati atë në përdorim, përzieni një lugë me sodë buke me një lugë ujë dhe i përzieni që të formohet një pastë. Pastrojeni fytyrën dhe përdorni pastën për të eksofiluar lëkurën. Në fund të shplani atë me ujë të vakët dhe thani me peshqir. Bëheni këtë veprim 2 ose 3 herë në javë. Ose përzieni një lugë me sodë buke me një lugë me mjaltë, aplikoni në lëkurë të thatë dhe masazhoni lehtë fytyrën për 1 minutë. Më pas e shplani me ujë të vakët dhe në fund të shplani fytyrën tuaj me ujë të ftohtë për të mbyllur edhe poret e